Çdo arritje e madhe nis me një hap të vogël, jo me perfeksion, por me guximin për të filluar, për të rënë dhe për të ngritur veten sa herë që dështimi troket. Në jetën tënde, suksesi nuk është një ngritje e shpejtë, por një rrugë me kthesa, me ndalesa, me pengesa e lodhje. Por çdo hap i hedhur përpara, qoftë edhe i vogël, është dëshmi e një njeriu që nuk dorëzohet. Arritjet personale nuk maten me krahasimin ndaj të tjerëve, por me distancën që ke përshkruar krahasuar me vetveten e djeshme.